Dje në ora 5:40 pas mesnate në stacionin policor të Gostivarit, është denoncuar se në afërsi të një objekti hotelier në Gostivar, një 45 vjeçar ka sulmuar bashkëshorten e tij, 43 vjeçare, me çrast ka përdorur një mjet të mprehtë. Nga ana e gjyqtarit të procedurës paraprake, ndaj 45 vjeçarit është caktuar masa e paraburgimit, pas së cilës është dërguar në IPK Burgu i Shkupit. Dje në ora 10:55 në stacionin policor të Gostivarit, një shtetase 41 vjeçare e Republikës së Shqipërisë me banim në një fshat të Gostivarit ka denoncuar se përmes një rrjeti social ka kontaktuar me një person me qëllim për të marrë një kredi në emër të shpenzimeve për realizimin e saj. Në disa raste gjatë javës së kaluar ka paguar gjithsej 40.289 denar. Mirë po pasi nuk e ka marrë kredin, e ka denoncuar rastin në stacionin policor, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 10:45 në rrugën Vëllezri Gjinoski në Gostivar, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 50 vjeçar nga Gostivari për shkak të sjelljes agresive ndaj zyrtarëve policor, të cilët po ndërmerrnin veprime zyrtare. Pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të dorëzohet para shtresë përkatëse. Mbrëm në ora 18:15 në stacionin policor të Gostivarit, një 35 vjeçare nga Gostivari e punësuar në ISHP Ferit Murat ka denoncuar se një ditë më parë rreth orës 19 dy persona janë sjellë në mënyrë agresive dhe kanë fyer atë dhe kolegën e saj, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Gjithashtu mbrëm në ora 21:20 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 26 vjeçar nga Prilepi ka denoncuar se një ditë më parë rreth orës 3 pas mesnate, para një objekti hotelier në rrugën Ilinden në Tetov, ai dhe shokët e tij nga Shkupi, Prilepi dhe Tetova janë sulmuar nga disa persona të cilët kanë përdorur sende të forta, po punohet për zbardhjen e rastit. Mbrëm në rrugën Ilinden në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 37 vjeçar nga Tetova për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale, rrezikimi i sigurisë, sipas nenit 142 paragrafi 3 të kodit penal. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme.